të programit Mirëmëngjes Shkodër, të nderuar ndjekës të faqes son live Radio Shkodra, ndjes për këtë ndërprerje të programit ton në këtë studio për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Ndjes mjeshtrit Jetmir Barbullushi për ndërprerjen e bisedës dhe të mendimit. Ligja, pa të regoj diçka të bukur lidhe me këtë Ikin e drita. Po. Një humoris shumë i njohur shqiptar, thonë dhe bukur, kur Ikin drita thote, sigurisht nervozohen ose na prishin punë siç na ndodh dhe ne. Na ikuaj frymëzimi e tjerë, edhe fillum të usha, po jam bashkë, kthesh. Po. Mirë, po sigurisht që të krijon një nervozizëm të jashtëzakonshëm. Por është edhe ana tjetër, e cila në momentet kur vijnë dritat, vërtasim tanë, erdhen dritat. Edhe krijon një gëzim të jashtëzakonshëm. Ta marrim kështu. Kështu që na kalum illimin dhe fillum gëzimin tash edhe një. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Faleminderit për këtë ndjeshmëri pozitive duke pranuar realitetin. Ne kishim të orkestrat, pra të kjo traditë e madhe ku Shkodra gëzon edhe një literaturë, ka një fonotek jashtëzakonisht mirë. Ku kanë punu para artësit qysh në kohët Prekjakovs edhe më përpara, janë vepra të cilët nuk janë panjohura për sidomos për brezët e ri, qoftë edhe për këto, ku kanë dhënë kontributa dhe figura shumë të mëdha të artit shqiptar, Rinir Krantja, që kanë ndikuar në rregullimin e këtyre dirigjentë që ka në të arshivës të Shtëpisë Kulturës. Pra janë të ruajtura materialet e ekzistojnë tana, por sigurisht duhet një pamje tjetër sot dhe vëmendje. Tan problemi është vëmendja. Nëse na do i lajmë në harres ose siç lehen, siç janë lanë, për shumë arsye, nëse nuk vlerësohen këto njerëz të cilët janë të diplomuar dhe me marrësim të lartë, që kanë shkruar muzikë serioze, dhe kjo është pastaj fatkeqësi shumë e madhe. Dhe në këtë rast nuk mund të rri pa përmend edhe takimet kombëtare që ndodhin në Shqipëri, si organizojnë sot ato qytete të cilët kanë dëshirë të bëjnë, siç është Elbasani, është e pafashme që Shkodra s'merr pjesë në formacion e harqeve. S'ka imagjinu kush që Shkodra mos marri pjesë në një takim e tjerë. Pse i thash këto? Se ndjej veten debitor dhe kam për detyrë t'i them. Nuk mund të rri. Problemi është që duhen thënë edhe gjërat e mira. Duhen përmend edhe ato aktivitete të cilët nuk i ka pas tradit, por nuk ka mujt në kohët më përparshme të bëhet siç është festivali i xhazit. Një mrekulli. Një talent i pa arritshëm, të quajmë kështu, fenomen shqiptar, Margelian Kapedani, një brez që dole nga shkolla muzikë, me traditë familjare, në muzikë, ai vjen për atje ku është emigrimit, mas i kaloi mas i u zhvillu, ose më mirë si muzikant, u bën këtu, pastaj erdhi në festival në Tiranë, në heqin radio televizionin shqiptar për kohë gjatë, dhe sot bën festivalin e jazzit në Shkodër. Ky aktivitet nuk ka kënë. Ose Paçalin Pavacin, bashkë me Paçalin Pavacin e shumë Florian Jakaj si organizator. Janë është një diçka e cila duhet përkrahur në mënyrë absolute, sepse tregon që ne kemi forcë, kemi kapacitet. Flas me pak veta, pra. Janë talente të cilët i nxjerr ky vend dhe duhen thanë gjanat siç janë. Kurse përse për këtë muzikë serioze, të them të drejtën më vjen keq. Janë të gjithë kjo fonotek, tanë kjo histori, ku janë bërë opera pa shqiptare, ku janë bërë operetat, është bërë një opera tjetër, gjithsesi, ka histori që janë zakonshme, sigurisht don materializuar. Domethënë don shqip të them çfarë keni sot, kush luan ka teatr opera ndoshta s'kemi, po që mos kemi asgjë, kupton? Mbështetemi te estrada, e cila edhe ajo është e sakatosur, edhe shkolla muzikës e cila është shkollë, nuk është për një trup e cila të ketë frymë profesioniste, në një kohë kur e cila Shkodër e ka urgjente.
Një kohë kur këtu është luajtur Egmont. Po çfarë Egmonti në bas simfoni? Janë 3 çmime të para me orkestrën simfonike të viteve 80-90, janë 3 çmime të para në rang kombëtar. Përse e them këtë? E them se kështu ka qenë. Ku kanë marrë pjesë instrumentista të jashtëzakonshëm. Që sot në botë pra janë spala, kur në thuti Paçmavasi, është spalë orkestre. Unë e kam pas në violinën e dyta në atë kohë. Pra talente që nxori Shkodra, që nxori shkolla muzikë të tjerë, plotësoqin të formacione, ka pas një kor të jashtëzakonshëm, siç ka kanë. Tani ato ruhen disi, qoftë një pjesë me kishën, një pjesë kënej mbahen, a kupton, jetojnë, po janë të paraorganizuar. Pse them unë? Kjo traditë nuk duhet absolutisht u bë vite shumë, janë humbur shumë kohë. Sa rëndësishme është që të merret mendimi i të tillë specialistëve, të ofrohen dhe natyrisht të bëhet një produkt. Dija, unë nuk e thash kot, unë kam folur edhe me ato që kam pas mundësi, thjesht si që kam ndjerë problemin, sepse është një brez të cili nuk dinë edhe historinë. Ka dhe shumë politik ose këto që kanë dorë diçka që s'dinë se ç'është bërë. Po, për fakt ka personalitetet të cilat në Shkodër e duan artin, as bëhet fjalë, nuk ka shkodran që se don artin. Problemi është me gjetë ata rrugë të cilat funksionojnë, sepse të ndërtosh një informacion vogël për fillimisht harqeve, duke pas sallën, duke pas të gjitha konditat, duke pas njerëzit, pra ka hufne është tepër i përgatitur, e ke traditën, në kupton, dhe të rrish thjesht është e pafalshme. Mos gjesh një fond të caktuar për po marr shembull, ka raste që janë funksionojnë me firmat. Që japin ndihmës, nuk ma dan mendja të ketë Shkodran mos japin ndihmës. Gjen armët, po lidhemi. Problemi nuk mund të rrihet kështu, sepse dikur do bëhat, as bëhat fjalë që do bëhat. Do bëhat dhe shumë e fortë, do dali një që të thoj, falë, që s'ka këtu, s'ka asgjë, do ta bëj. Sepse është tradita. A mund lehti, mund të hedhet kosh kështu, një po t'ja thush shkuj jashtë me gjallë ato, gje një flet dikun që të gjesh për Beethoven bëhet nami. Ose për Verdin, ose për këto Beethoven e këto janë, parasiton të janë, Prekja Kova, Qezadek, këto janë ato me cilët na krajnohen, edhe unë vetë. Kështu që unë mbaj thirrje në këtë aspekt. Këto që i kanë drejtojnë, që i kanë dorë, sot nuk është një aktivitet kanga, ose si që janë mush, po marrë shembull, kupton, me kangë gjithfari. Me koncerte të llojeve të ndryshme. Nuk është aja kanga e cila ka mbizotëru, e kupton? Ka mbizotëru median në Shqipëri totalisht, po edhe në Shkodër me sa shoh, janë edhe këto muzika serioze, e cila ka, siç thash, domethënien e vet. Dhe në qoftë se kjo nuk ekziston, sigurisht do dëmtohet edhe pjesa tjetër. Dakor? Në këtë aspekt them unë. Edhe duan për krah, pra këta që sjellin diçka të re, në këtë qytet. Në fakt, maestro, unë e vlerësoj jashtëzakonisht këtë grishje tuajën shumë profesionale, qytetare, artistike, në lidhje me mungesat, sepse jemi mësuar shumë që të mbështetemi tek anët pozitive, është gjë e mirë, shumë e mirë, por të shohim ato që mungojnë, ato që mund ta ringrejmë, dhe kjo është qëndrimi më i mirë i një artisti, për të hedhur dritë tek diçka që mund të ecë më shumë. Apo jo? Po, thashun është kriju një fëndek. So ban vite, shumë vite, të cilët për vetë arsye nuk u myll çezma, nuk u myll ai fond që ishte ose ai organizim që ishte dikurshëm, u shujtën këto formacione ose këto institucione të fuqishme të artit në Shqipëri në përgjithësi, pastaj sigurisht edhe në Shkodër. Por duke pas kontakt me qoftë në Elbasan që kam marrë pjesë, me vite mirë që ato me shumë dëshirë, kupton, me shumë pasion, ato e kanë rinjërit dhe marrin pjesë në takive kombëtare, marrin pjesë. Është në sajë të punës që bëjnë organizuesit që janë atje. Qoftë drejtori i teatrit, qoftë ato të bashkisë të cilët kishin një organizim perfekt dhe me thënë drejtën merri keq në aspektin që ne dikur, domethënë, kena pas këto forca, këto sot nuk ekziston absolutisht asgjë.
Natyrisht nuk është se mungojnë aktivitetet, por kjo që thoni ju është shumë e domosdoshme, se të bësh festivale të bandës, të bësh festival jazz, janë të gjitha shumë bukur, por kjo është bazë, kjo është unë marr një shembull dhe si do ta them. Në fjalë, në qoftë se ne kemi një përvjetor që bajmë gjithmonë aktivitetin e fuqishme të rrethit, dhe bëhet duke marrë orkestra të televizionit, ose do të marrë AX-in, sigurisht unë vi me kënaqësi sepse orkestra e televizionit është vendi ku punoj, dhe kam kënaqësinë time dhe sigurisht në të aspektet. Por nuk është kjo. Nuk është kjo. Shkodra është shkodranë në radhë parë. Shkodra ka fuqitë e veta. Ma mirë me pak, si thojmë na, ama zhvilloje këtë që i ke këtu. Natyrisht. Sepse sigurisht orkestra e televizionit është orkestra prestigjioze e cila mbështet ban jo vetëm në Shkodër, po ban në gjithë Shqipërinë. Edhe është nder le të vi, por nuk është kjo rrugëzgjidhja për Shkodrën. Shkodra do të ketë forcat e veta, siç i ka Elbasani, siç i ka Korça, siç i kanë tjerë. Edhe unë i them ku jemi. Nuk është zgjidhje kjo, po mlidhemi, po japim fond, edhe po kalojmë aktivitet duke i pas këtu kuadër, tash shumë veta kanë ikë, s'janë, edhe ato që janë këtu, ajo pjesë që janë kolekte të cilët unë njoh një për një, ato kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në art. Po ato janë të lodhën, nuk mund t'i kesh tan kohën. Janë brez edhe afër pensionit disa. Pra, kanë majt peshën e tan, këti emigrimi, peshën e tan këtyre njerëzve të cilët edhe sot ato janë, unë punoj me ato dhe, siç janë Amik Jaja, Sokol Margu, instrumentistat, të jashtëzakonshëm që kanë 30 vjet, 40 vjet që janë në formacionet e këtyre. Duhet thonë siç është. Pra, në qoftë se kjo shkputje ndikoj qoftë në dobësimin e shkollës, të elementëve të muzikës, se ku do shkosh, ja ku do qosh ti? Do qosh fëmijën tënd ti në shkollë muzikë, nuk s'ka kur gjaj, s'ka siguru ma si sa? Pse mungon arti serios? Mungon muzika serioze të cilën ne e kemi pas në plan të parë. Ka kenë muzika sinfonike, operistike, ku Shkodra ka traditët e veta, si thash, me gjithë të kompozitorët të cilët janë një mali traditës, edhe sot kemi me të da kangë që i thojmë hajde po merrna me kangë, dakord? Nuk them të po. Institucionalisht ka nevojë urgjente që të ndërtohet diçka që ne të majmë traditat gjallë, edhe të lidhim, të krijojmë një urë trampolin, në më thënë për ecurin, ma përpaqën shu si që ka gjithë bota. Diçka që një diskutim që mendoj është jashtëzakonisht i vlerëshëm, ndërkohë që besoj se kjo bisedë duhet të ndiqet më shumë tek ata që mund të bëjnë më shumë. Diçka. Ligja, këtu nuk mund të bëjnë një, këtu duhet bëjnë tanë bashkë. Tanë bashkë. Në qoftë se ti do me zgjidhje problem, sigurisht do të mbledhësh gjithë intelektualët. Do mbledhësh të gjithë ato artistë të cilët janë interesuar dhe me kjo nuk bëhet me, si me thonë, se ka qefje të miri. Natyrisht. S'ka lidhje hiç, absolutisht. Kjo bëhet atëherë kur krijohen mundësit, qoftë edhe financiare, të cilët është kryesore çfarë rendimenti t'i japin këto. Sepse ti mund të kesh një formacion që ka një rendiment shumë madh, qoftë edhe nga financiare, ku ka interes, si e ndjekën. Qoftë ti bën një festival, ti mund të kesh formacionin tënd, të cilët kanë një traditë, ku i runë, archivohen, gjanët. Po marrë shembull që na duhet me pak të format të organizimit të cilat funksionojnë si që kanë qoftë edhe shtetet që janë për rreth. Po në qoftë se ti e ma në vendin që qyteti i artit shqiptar, Shkodra dhe s'ke asgjë, tash kush duhet rri, kush duhet, në qoftë se po flem tane, po rrim, prandaj mu më ndjek kjo histori. Sepse në këtes ku flasim bashkë është shkri formacioni numër 3, them unë, mas Tiranës, 2 institucionet profesioniste që ka pas Tirana, ka pas tradit Filharmonia e Shkodrës. Ku është lytë opera Amerika, opereta, kantata, sinfoni dhe pra koncerte pa fund. Tash sigurisht nuk mund të jenë ata koncerte që kanë kenë, por nga ana realizimit, po marr thjesht festivali i fëmijëve, po marr. Festivali i fëmijëve ka një kryevepër, po ka një orkestrë e madhe që cila kishte ma luks që të shojtonte te Kalamajt. Ishte një kryevepër, një orkestrë në dispozicion të fëmijëve. Madje unë do të them në Shmëri,
unë kam qenë vetë pjesëmarrëse e festivaleve dhe kena këndu me orkestrën e madhe dhe me orkestrën e vogël. Edhe ishte 200 vetë kori. Janë disa tradita që nuk i themi kot janë tradita, po janë të dokumentuar, njerëzit që qyr janë gjallë. E kam këndu këtë këngë në versionin me orkestrën e madhe. E kam këndu këtë këngë në versionin tjetër me orkestrën e shkollës muzikës ose orkestra e vogël. Tani, pse përmenda unë i rash kësaj, që ne themi të shojmë ashtu si që mendojnë qytetin, me thamë, ku jemi e çfarë duhet bëjmë, si. Kjo ishte shumë. Kjo, do me thënë, një differentizëm, e cila nuk është edhe differentizëm, i qoftë edhe këtyre që sot që drejtojnë me gjithë të lashet e nga që i ka. Po t'i vesh re, po t'rish me ta, nuk ka se si mos ekzistojnë mrend një dashamirësi ndaj artistave. Absolutisht. Jo vetëm me muzikës, po dhe futbollit. Më falë, që e din, baba ka futbolist. Kam një tradit me futbollit, s'kam nen asnjëherë pa shku në stadium. Po qoftë si do kesh futbollin, do kesh stadiumin plot. Dakor? Pa marrë se na bani gol na lan pa fjet këto në sekondën e fundit, po do të ishte stadiumi është nësi e madh, është ka një qytet i tan, mbledha do të jetë godon si me kanë në Spanjë atje. Pra, duke zhvilluar ti ekipin, ke një kënaqësi, shkosh atje, çovish është një emocion i jashtëzakonshëm. Të dalim paksa në planin personal. Një familje me traditë, sidomos nga baba juaj i ndjer, por i mirë njohur, Zydi Barbullushe. Një njeri që i ka bërë të gjitha në mënyrë të shkëlqyer. Po e nisi me sportin, sepse mund të ke qenë bashkëudhëtar i hershëm, por me muzikë. Është ekipit vllaznis vitet e kampionit 45-46, deri në 53 ka lyra dhe kombëtare. Po më fal që ndërhyra, po do të thënë këtë, ka qenë një brez i cili të thënë të drejtën, kur historitë e futbollit e unë, fotot janë shumë domethënëse, por e përmenda këtë se fola vetëm për artin, muzikën, për art përfshihet edhe futbolli, sporti. Çdo gjë është e bukur kur bëhet këto dy me shpirt. Pak pa art, pa sport, ose pa nuk mund të jetojë. Nëse ka një shkodran që s'don artin, s'don sportin, nuk besoj të ketë. Nuk besoj. Është vërtet. Edhe këto duhet drejtohen artit. Duhet trasin ato elementë, të cilët janë sot. Ndërkohë Zydi Barbullushi zhvillon muzikën në mënyrë të shkëlqyer, fizharmonikën, kompozimin, aktivitete të ndryshme, gjë që natyrisht është injektuar më së miri dhe madje arritur, ngritur më tepër në profesionalizëm, siç është djali Jetmiri. Jetmiri më pëlqen, po ju drejtohem në këtë mënyrë gati konfidenciale, sepse lidhjet me Shkodrën, ndaj edhe grishjet tuaja, edhe vrejtjet tuaja janë sepse të dhëmbin. Nuk është çështje vrejtje, sepse çfarë thotë Jetmiri, nuk është problem vrejtje. Është një problem të cilët ne duke pas, unë kam pas feminin këtu, jam rrit këtu, jam në sajt aty në muzikantë që kanë kënë këtu, jam zhvillu këtu, kam pas fatin dhe kur kam marrë shkollën e lartë, në Tiranë që kam kënë, kam marrë direkt në Filharmoninë e Shkodrës, kam punu 10 vjetë, në periudën më këtu jam ashtu. Dhe duke njoftë forcat, duke njoftë këtë qytet i cili është i jashtëzakonshëm në talente, në çdo gjë, i jashtëzakonshëm. Mundrimi diferent. Kjo është. Mundrimi diferent. Nuk ka se si. Nuk e pranon askush. Mu vjen keq edhe këto kolegë kur bisedoj ka i herë që ishte mirë. Tani funksionojnë vete. Funksionojnë vedi. Nuk kanë thirrë një herë, më thonë ik, s'ka rëndësi se kush. Për me një gjuhë diçka. Po nëse ti nuk thet super profesionist që i ke këtu, që si ka kush tjetër, ti i lën hije, tash do thush është faji atyre, faji këtyre tjerëve. S'ka rëndësi, këtu është kjo për mua që mungon burimi. Arti është si puna aty në burimeve të ujit. Që buron gjithandaj edhe nuk mund të rish pa pi ujë. Kështu është edhe puna e artit. Këto burimet e ujit, këto ne s'kemi momentalisht shumë pak. Këto duhen të zhvillu. Duhet kriju burimi, aja
që të krijohet, që të marri frymë, që të ketë mbledhje, që të lidhemi, si thoj. Shumë shtëpia kulturës atë kohë i ka mbledh njerëzit. Ka kanë vetëm shtëpi kulturë, ka kanë klubi i rinis, ka kanë një institucion klubi punëtorëve. Kishte punëtorëve, po ka pas ndoshta destinacion tjetër, po faktikisht nuk kena pas lidhje politike në fare klubi i rinis. Aty kanë dy artista në Bushati, në Mituke, ishte regjizori, ishte një drejtues, pra 4-5 vjet ishte pjesëtar, po mbledhte të tanë artistët dolën aty. Aty mësu me drejtu orkestra, aty mësu me ba teatra, aty mësu me ba strat, humore, piktura, koreografia, ne rëshirimi i bëjmë logje gjërëve që i kanë. Problemi është që ne s'kemi asnjë gjë sot. Kjo është e fundit. Dhe duhet, e kam thënë, duhet vrapu Shkodra në kuptimin, nuk ka më kohë në kuptimin hate. Pas kemi këte, pas kemi, kur s'kena me pas, gjithë themi s'kemi. Problemi është me gjetë atë mundësi, fillimisht, me pak njerëz, që ndoshta informacion harqet, e kam thënë, me 1-2 fripës që mund të merren dikun, dhe nuk besoj që mos ketë. Që ti të kesh mundësi të shpalosish vlerat kulturore që ke si qytet. Nuk besoj të mos ketë. Kjo është edhe i turist do ishte shumë interesum. Kushdo që i vjen këtu, është vend turistik Shkodra. Edhe thotë, më falni, ka kështu, ke kështu, do t'i shife që do të shkojnë atje. Kjo është e vërtetë. Do të shkojnë atje, nuk shkojnë ato të një këngë popullore të cila s'ka lidhje me to hiç. Kurse muzikën serioze do shkojnë kur i thotë ka më, pra do është interesuar, është ndjek. Kjo është kultura shqiptare, se më thonë se kultura e një qyteti dhe një kështu. Maestro, me që ju kam këtu në studio, do t'ju pyes për përditshmërinë tuaj me orkestrën Radio Televizionit. Diçka që ju keni tani dhe më pas diçka për festivalin e këngës, i cili patjetër është në horizontin jo shumë të largët të përgatitjeve. Sigurisht unë gjithmonë jam në tensionet e orkestrës. Nuk mund të rinë një feret ku aty bëhet një punë e jashtëzakonshme. Vinë mjeshtra nga gjithë bota, ku janë nivele që vinë nga një ambientet tjetër, nga i tradita tjera, dhe sigurisht nuk është kollaj që të përballosh qoftë edhe nga do të thënë aftësia artistike. Pra vinë dhe bëjmë koncerte shumë nivelit. Orkestra punon në mënyrë të jashtëzakonshme. Punon më aq mundësi sa ka flas. Po për këto kushte ku ne jemi, ato bëjnë një punë shumë të madhe dhe unë sigurisht gjithmonë e kam mendën atje. Do ketë aktivitet për filmin diçka, tash shpejt. Për filmin? Po, tash muzikën e filmave. Lodhëm dhe do ketë për diçka për filmin, që është jashtëzakonisht bukur, e se si të ta bëjmë, jemi pak vonë, po, kurse për festivali radios... Të ndërhyj pak sa tek muzika e filmit, bëhet fjalë për muzikën e filmave të famshëm, të traditës shqiptare, ka një pamje tjetër kësaj radhe, do ketë. Ka një pamje tjetër, domethënë mbi temat që do zgjidhen, mbi ato temat të caktuara. Për shembull të Aleksandr Lalos apo Limos Dizdari. Jo, mund të ketë një drejtim qoftë për luftën, qoftë për këto. Zef Çoba është një ndër kompozitorë. Është edhe pjesëtar, edhe Zefi Njira ato dhe është pjesëtar, është kënaqësi. A shkruan sot kush për muzikën e filmit, maestro? Ka shumë që shkruajnë, flas ato filmat të cilët bëhen 3, varet nga regjisorët të cilët lidhen me kompozitorët që ekzistojnë. Po vazhdojnë shkruhen. Ka dëgjuar që shkruhen, po ato filma kanë mbetur kështu si diçka historike në kuptimin e asaj kohe, janë ingjizuar me orkestrën simfonike të televizionit, shumica më tjerë, dhe i duni pëlqejnë, ne kemi pa disa herë prapë. Do të jetë diçka interesante besoj. Sepse kanë shkruar mjeshtrat. Mjeshtra. Sa herë dëgjon Mërikën ti, asnjëherë nuk ka Shkodran mos të kënaqet. Shper, prapë marr shembull, edhe sigurisht atje është një intensitet, herë në 2 javë një koncert, ku kanë kriju, ne kemi kriju edhe atë, kemi spektatorët të cilët audicioni është jashtëzakonisht i madh. Është muzikë serioze, po për fat keq ka edhe nga ato që nuk e njohin këtë punë fare, se kanë idenë se çfarë bëhet, kupton, dhe kurse njeh nuk ke si e gjykon. Po ne nuk mund të ecim kështu.
është muzikë elit sigurisht. Edhe kur flas me kolegë, thonë jetë mirë. Edhe te ne ka kriza. Sepse janë edhe këto janë konsumuar në kuptimin e informacione shumë të mëdha, të cilët losin në mënyrë të shkëlqyer me investime shumë të mëdha. Ku shkon deri 250 euro një bilet, siç është me sportin, shkon në Spanjë do pagoj 200 euro të stadium. Pra, kanë edhe nivele të tilla biznesi ku ka arrit arti dhe sporti, por që kanë domethënë një vlerë të jashtëzakonshme. Edhe tek ne kanë hyrë muzika e rrugës, në kuptimin muzika lehtë, ato të natës, ato muzikë kështu, e cila ka dëmtuar shumë Na ka dëmtuar shumë, e shohin kështu ato si e shohin qoftë edhe mjesha, qoftë edhe Italia, qoftë edhe e shohin si janë shumë e ruajnë shumë traditën ato. E ruajnë me fanatizëm. Atë gjë që e kanë. Për shembull, nëse do ta zgjasim këtë temë është e pafundme. Jo e kam fjalën, e ruajnë gjën e mirë, ato verdin e kanë. Ka italian që se don verdin, që thotë jo. Ose ka italian, ose ka gjerman që i thot Brahms, Beethoven e kështu. Edhe unë i them shkodrame, po ne, se pa kemi ne. Po si mund të rishti një fërë? Ti ke kolos, i ke. Unë sa po lujta para pak kosh, lujta disa arje, po të regoj, i ke në Facebookun tim, i shikoj, lujta disa arje që janë madhore, një Dvorakut, në dritën e hënës, arje me shumë fama, kupton? Bashkë me të lujtë edhe Prekja Kovën. Ariozën ka mendoj për ditë të reja, ku nuk e njifte një pjesë e madhe e këtyne kantarëve të rinj. Thosh maestro, si ka mundësi, thoshë me vetë. Ndodh, pse? Edhe masi lujt, masi bagjo muzikë, kolegë të mi, dirigor, nga jashtë të uroj për këtë muzikë të bukur jetë mirë. Turoj, thotë, për këtë muzikë e vlerësote ai nga ku ishte për atje, më çon urim që më pëlqen. Pastaj vjen edhe i bres jashtëzakonshëm, po përmend emra, si Çiçe Piromilkani atëherë, disa. Mirë tha, po ishte një kryvepër ajo e Prekja Kovës. Pra konkuron me arjet, jo, po marr shembull, konkuron me arjet më të bukura botërore, muzika jonë është brenda aty dhe ka pa emocion. Mora një shembull, me thonë se kush janë ta. Kështu që kam folë duket, nosa. Ishte shumë gjatë, me nosa jo nervozizëm, po ashtu si qashtë. Është realiteti. Festivali i këngës i 58-i, në mos gaboj, është në horizont jo shumë të largët. Sigurisht, është aktiviteti kryesor që e quajnë vitit me interese të tjerë. Unë bëna 30 festivale që drejtoj vetë. Është basi puna e bukës shtëpis. Unë e du festivalin shumë. Jo vetëm festivalin, po respektoj atë vend të cilën unë kam jetuar dhe jetoj vazhdet, jetoj dhe ushqehem aty. E du shumë edhe e vlerësoj shumë. Besoj që kemi fatën, kemi edhe këngëtarit mirë, dhe kjo ka të bajë, solistë kështu edhe sigurisht me interes pritet është gjë shumë e curia muzikës letë shqiptare cila përfaqësohet më vonë në Eurovision e tjere. Kështu që mendoj edhe Shkodra duhet bëj festivalin e vetë muzikës letë, cilin e ka ba para Tiranës dikur. Pra Shkodra ka forca dhe mund të gjej forca për të realizuar. Jo mund të gjej, i ka forcat. Problemi është koordinimi i zgjidhja me teknike, si e themi ne, institucionale. Kjo se ti ke Radio Shkodra. A mund t'ishte Shkodra pa radio? Mos merret veç çabat Shkodër. Pse? Se ka historinë e vet. Po kështu është edhe historia e këtyre traditës. Nëse do dali dikush tjetër, do bëj vetëm mrikën, do bëj një opera tjetër, edhe se s'bën do ta nish këtë kumon. Sa jemi ne, do ketë opera tjetër, të cilën do thosh me çfarë ta bëjmë? Ashtu është. Kjo është. Maestro, ishte më shumë se kënaqësi për mendimet, për pranimin tuaj, për informacionin, për ndjesitë tuaja, për dashurinë e madhe për Shkodrën dhe muzikën. Në emër të dëgjuesve, dua t'ju falenderoj shumë për prezencën tuaj sot në studio, por njëkohësisht bashkangjis dhe urimin që të jesh gjithmonë i suksesshëm, ashtu siç je, dhe shëndet e jetë dhe e curi të jashtëzakonshme në profesion dhe në jetën tuaj.
Ju faleminderit, po unë ishte edhe kënaqësia jame, unë erdha me shumë kënaqësi. Faleminderit. Që këto mendimet i them nëpërmjet jush, sepse ju bani atë lidhjen e quaj me drejtorin në mënyrë shumë profesionale, lidhjen e problemeve që ka, qoftë arti, dalin nëpërmjet ekranit tuaj. Dhe prandaj në ardha me shumë kënaqësi, ndonë se kemi tash do shkojmë prova. Ju uroj një ditë të suksesshme, por një ecuri të mbarë në të gjitha shinat e kësaj dite dhe të gjitha ditët. Faleminderit shumë.